Ruajtja dhe përmirësimi mundësive të zhvillimit turistik në rajonin e Shkodrës dhe në tërësi në veri ishte tema aktivitetit që zhvilloi Departamenti i Turizmit pranë Fakultetit Ekonomik të Universitetit Luigjë Gurakuqi në Shkodër. Nga studentët janë marrë në shqyrtim 8 zona, thot pedagogja Mirjam Dibra, eksperte e turizmit të qëndrueshëm, në të cilat gradualisht mund të kalohet nga turizmi sezonal në turizmin gjithvjetor. Janë 8 zona studimi që kena marrë zonat cilat kanë nevojë për përmirësim të atraktivitetit, kanë nevojë për të zhvilluar turizmin, po jo vetëm sezonal, po duke e parë turizmin gjatë gjithë vitit, duke e parë zonën jo vetëm të izoluar, po duke e parë në atraktivitet me zona tjera turistike, dhe pikërisht bëhet fjalë që nga Laguna Vilunit, nga Zogja, që është tashti në zhvillim e sipër, për Syrinë e Sheganit, Selcen, Thethin, Valbonen, Ishullin e Shordhavit, pra janë zonat të cilat me të vërtet janë ka turizëm, duke e pa zonën jo të izoluar, duke e pa zonën bashkë me zona tjera. Shqipëria ka këtë mundësi, sepse ne i kena këto zona afër njëra tjetrës, për të huajt edhe për vendet. Nuk është problem kjo lëvizje që të merr 20 minuta, 1 orë maksimumi, që të jesh ti tek zona tjetër me një atraktivitet përsëri me përvojë tjetër lokale. Gjatë kësaj kronike u veçuan 3 nga 8 zona të marra në analizë nga studentët si e shohin ata ecurinë e turizmit, duke filluar nga Zogajt. Digitalizimin, të vehet në vëmendje pak pjesa e rrjeteve sociale pasi e dim që është pika më e fortë e promovimit për momentin, dhe të krijohen aktivitete të tjera turistike dhe jo vetëm ato liçenore apo ciklizmi, por të ketë diçka dhe në lidhje me agroturizmin apo me traditat kulturore të vendit. Për Selcën e Kelmendit, një zonë mjaft interesante, studenti Eriseld Vrina thot: Selca është një destinacion që nuk është aq shumë i zhvilluar ose nuk është kushtuar vëmendja e duhur në fakt. Mua më ka bërë përshtypje fakti që le të themi është një zonë goxha e mbyllur, pa vëmendjen e duhur. Patjetër mua ka bërë përshtypje dhe shpirti mikpritjes që ka ajo zonë. Mund të them që banorët e atij vendi janë tregu le të themi shumë të afër. Ka le të themi bujtina, ka struktura mikpritje të cilat ofrojnë shumë, sidomos me produktet lokale të vendit. Ndërsa për Ishullin e Shurdhahut në hapësirën e liçenit të hidrocentralit të Vaudejës, studentja Denisa Qesma vlerëson. Si destinacion kena zgjedh Ishullin e Shurdhahut, dikur qyteti mesjetar i Sardes. Kena zgjedh këtë atrakcion, këtë destinacion turistik që për ta përmirësuar nga atraktiviteti, për me ruajtur trashëgimin, sepse është një vend që ka mjaft trashëgimi kulturore, si kisha, rënoja e tjerë, dhe duhet kushtuar një vëmendje për institucioneve, duhet bërë një promovim më i gjatë, duhet përmirësuar për sa i përket transportit ujor, e shumë problematika tjera që munden më rregullu që ky destinacion më kanë shumë më i njohur kombëtarisht edhe ndërkombëtarisht. Temat studimore të studentëve u bën objekt diskutimi i këtij aktiviteti, ku merrin pjesë jo vetëm studentë dhe pedagog, por edhe ekspertë të turizmit në terren, përfaqësues të bizneseve turistike, ata të zonave të mbrojtura, zyrtarë të pushtetit vendor dhe të tjerë. Ata i cilësuan si mjaft të vlefshme rekomandimet e studentëve për t'i përfshirë në programet e zhvillimit të këtyre zonave.